Ukraina sulmon sërish rafinerinë e naftës pranë Shën Petersburgut. Një nga rafineritë më të mëdha të naftës në veri perëndim të Rusisë, pranë qytetit të Shën Petersburgut, u përfshi nga sulmi pas një sulmi të ri me dron nga Ukraina, konfirmoi guvernatori i rajonit. Në zjarrin në zonë industriale të qytetit Kirishi u fik më vonë, shkroi guvernatori i Leningradit, Aleksandr Drozhenko në Telegram. Ndërkohë, mbrojtja ajrore rrëzoi 7 dronë sipas Drozhenkos. Video të sulmeve gjatë natës u publikuan gjithashtu nga përdorues të rrjeteve sociale. Ky është sulmi i dytë ndaj rafinerisë në disa javë. Kirishi, vendosur 800 kilometra në veri të Ukrainës, është shtëpia e rafinerisë Kirishi Neftorgzintez, e njohur dhe Kinef, e cila i përket kompanisë së naftës Surgut Neftagaz, të lidhur me Kremlinin. Me një kapacitet përpunimi rreth 20 milion ton naftë në vit, ajo është një nga objektet më të mëdha të përpunimit të naftës në Rusi. Dëmtimet u shënuan në rajonin jugorus të Voronezhit. Guvernatori Aleksandr Gushev raportoi dëmtimin në Çatin dhe dritarët e një objekti industrial pa dhënë detajet më teshme. Ushtarakët rusë raportuan se rrëzuan 117 dronë Ukrainës gjatë natës. Ukraina po përdor gjithashtu gjithnjë më shumë dronë për të goditur objekte të rëndësisë ushtarake.